Ndërsa është bërë e njohur lista e futbollistëve të kombëtares të thirrur për ndeshjet e marsit me Anglinë dhe Andorrën, trajneri i kuqezimëve Silvinho ka dalë para mediave. Ai u ndal te zgjedhjet e bëra duke shpjeguar mungesat e Seferit dhe Mehmetit, teksa tregoi edhe gjendjen e Ardian Ismailit dhe Armando Brojas, të cilët sapo janë rikthyer nga dëmtimet që kanë kaluar. Noi abbiamo quattro calciatori che per motivo ovvio di infortunio no. Kemi dëmtime, por dhe nga kampi tjetër edhe ata vuajnë. Janë dy ndeshje shumë të ndryshme. Anglia është një nga skuadrat më të mira në botë. Ka një nga trajnerët me nivelin më të lartë. Unë shqetësohem për të dyja sfidat. Të dyja ndeshjet do i përgatisim mirë, si nga ana fizika ashtu edhe futbollistike. Edhe lojtarët do të përgatiten mirë. Dua të jap një përgjigje për lojtarët e tjerë, si Seferi, Mehmeti. Mund të mos jenë ftuar, por mund të jenë pjesë e kombëtares në sfidat e radhës. Jam dakord. Në 2 vite arrin të njohësh lojtarët, më tepër se të përmirësojmë aspektet teknike. Fokusohemi tek përqendrimi. Për këtë arsye, ne kemi humbur disa ndeshje. Ne jemi një kombëtare e vogël, por që jemi vazhdimisht në rritje. Lidhur me Broja dhe Ismaili, kemi punuar për më shumë se 10 ditë me të dy lojtarët. Ismaili ka një përsëritje të problematikës që ka patur, ndërsa Broja është rikthyer pas një dëmtimi të gjatë. Të dy janë kthyer në ekipet e tyre këtë fundjavë dhe janë në gjendje për të luajtur. Do të kemi stërvitje të ndryshme. Ne kemi 3 muaj e gjysmë pa i parë lojtarët. Jemi vazhdimisht duke punuar dhe duke i vizituar lojtarët, por fusha është ajo që të mungon. Ne jetojmë vazhdimisht me presionin. Të luash në Wembley është sigurisht presion, por ne si staf duhet të mbështesim të gjithë lojtarët e grumbulluar. Shqipëria luan fillimisht me Anglinë më 21 mars dhe 3 ditë më pas me Andorrën, ndërsa ekipi nis zyrtarisht përgatitjet të hënën e 17 marsit.